ndërtuar ose rinovuar rreth 2.83 milion kilometra rrugë rurale në 10 vitet e fundit dhe ka formuar në shtep rrjetet e saj rrugore rurale, tha Ministria e Transportit e Kinës. Gjatë dekadës së fundit, qeveria qendrore ka investuar se 743.3 miliard yuan të ardhura nga taksat e prerjes së automjeteve në fushën e ndërtimit të rrugëve rurale. 506.8 miliard yuan nga të cilat janë përdorur në zonat e varfra. Ministria e Transportit e Kinës ka ndërtuar dhe rinovuar rreth 2.53 milion kilometra rrugë rurale, duke zgjitur problemi e mungesës së rrugëve me sipërfaqe të fortë për 1040 qytete dhe 105.000 fshatra administrative. Gjatësia e përgjithshme e rrugëve rurale u rrit nga 3.564 milion kilometra në vitin 2011 në 4.466 milion kilometra vjet. Shërbimet e transportit në zonat rurale janë përmirësuar gjithashtu shumë. Rreth 50.000 fshatra të tjera administrative janë tani të rritura me transportin e udhëtarëve. Deri tani, me shërbim transporti janë të mburuara 100% e fshatrave administrative me kushtet e duhura, dhe shërbimi i transportit pranë shtëpive të tyre është bërë realitet për banorët e fshatit. Zhvillimi gjithëpërfshirës i transportit rural duke përfshirë transportin e udhëtarëve, të postës e të marrëdhëve. Ka pasur gjithashtu një përparim të rëndësishëm. Përmirësimi i transportit rural i ka ndihmuar gjithashtu banorët të dalin nga varfëria, duke i dhënë një shtys tregtisë elektronike dhe duke u mundësuar femerët të shesin produktet e tyre në qytetet më mëdha ndërmjet internetit. Rrugët rurale krijuan gjithashtu rreth 77.400 vende pune, duke ndihmuar 10.000 familje me të ardhurat të urta në zonat rurale për të rritur të ardhurat të tyre dhe duke ndihmuar në rizgjarrimin rural. Nga unë Tonika, ju takofshin herën tjetër.